Këtë foto shohim në qendër yllin polar dhe dy yje të tjerë që ndodhen në fushën e pamjes. Kjo është një foto e marrë me teleskop dhe shohim yllin polar, i cili është një yll trefish, janë tre yje bashkë që rrotullohen njëri tjetrit. Në foto shohim dhe yllin e dytë, ndodhet një yll i tretë shumë afër yllit polar, po nuk na lejon drita e fuqishme e yllit polar që ne ta shohim atë. Ylli polar vetë është një yll gjigant i verdh, me diametër 37 herë më të madh se diametri i diellit, me një masë 5.4 herë më të madhe se masa e diellit dhe me një shkëlqim 2500 herë më të fuqishëm se sa drita e diellit. Ylli i dytë ka një distancë prej 2400 herë më të madhe se sa distanca Tokë-Diell nga ylli polar dhe që rrotullohet një herë në gati 100.000 vjet. Rrotull yllit polar. Gjithashtu kemi edhe një yll të tretë që ndodhet 17 herë më larg se Toka me diellin nga ylli polar, dhe që normalisht është shumë afër yllit polar dhe shkëlqimi i yllit polar nuk na lejon që ne ta shohim këtë yll të tretë. Dhe ylli i tretë është me masë 1.3 herë më të madhe se masa e diellit dhe rrotullohet rrotull yllit polar një herë në 30 vjet. Me teleskop shumë dhënë ne mund ta shohim dhe yllin e tretë dhe ky është një sistem trefish yjesh kompleks, të cilin ne e quajmë thjesht ylli polar.